Hani Abu Isa u drejtua për në treg të shtunën në mëngjes në Gaza. Ky kishte ndërmend vetëm të blinte përbërës për iftarin e Ramazanit të familjes së tij, asgjë më shumë. Por pamja e turmave të mbledhura para dyqaneve ushqimore zuri në befasi dhe e shtyu të pyeste se çfarë po ndodhte. Një kalimtar i tha se Izraeli kishte goditur Iranin dhe se kishte shpërthyer lufta. Njerëzit kanë frikë nga gjithçka, që nga mëngjesi të gjithë nxituan drejt tregjeve për të grumbulluar mollra dhe kjo çoi në mungesë të shumë mollrave dhe rritje të çmimeve. Ankthi midis banorëve u intensifikua pasi Kogat, organi izraelit që menaxhon tokën palestineze, publikoi një deklaratë në faqen e saj në Facebook të shtunën në mbrëmje, duke njoftuar mbylljen e vendkalimeve që të çojnë në Gaza dhe bregun perëndimor të pushtuar, deri në njoftim të mëtejshëm, në dritën e zhvillimeve të sigurisë që lidhen me luftën me Iranin. Mielli, sheqeri, vaj i gatimit, këto ishin gjërat e para që u zhdukën nga tregu për shkak të kërkesës së madhe. Në tregun Nuseirat, ku njerëzit ende blejnë me padurim ushqime, shitsi 28 vjeçar Omer El Ghazali i tha Al Jazeera se përvoja uris ka lënë një ndikim të thellë psikologjik. Frika e njerëzve është plotësisht e justifikuar. Ata ishin të tronditur dhe të friksuar dhe duan të sigurojnë veten. Ata mësuan nga përvoja më pashme e uris dhe nga frika e grumbullimit të pasurisë nga tregtarët. Shumë njerëz e akuzuan Izraelin se i mbylli vendkalimet për t'i shtyrë palestinezët drejt urisë dhe vuajtjeve të mëtejshme kolektive, ndërsa bota ishte shpërqendruar nga lufta me Iranin. Ali Al-Haik, një antar i shoqatës së biznesmenëve palestinez në Gaza, paralajmëroi se mbyllja e kalimeve mund të ndalojë shpërndarjen e ndihmave për familjet në vështirësi dhe të pezullojë kuzhinat bamirëse. Shënjestër.net